Hej goca, përshëndetje, si jeni? Kam bërë një blerje të re dhe thash ta ndaja këtu me ju dhe ta dëgjoja se si dukej zëri. Duke qenë se e kam provuar dhe tek një vlogmas, por nuk më ka lënë Arli. E dini që kam bërë këtë blerjen te TikTok Shop dhe jua super sugjeroj që ta blini nëse doni t'ja bëni dhuratë edhe dikujt, sepse vërtet kushton shumë pak, vetëm 3-4 euro dhe vërtet ka funksion shumë të mirë. Ma besoni, dhe kush e di sa herë ka rrëzuar Arli për tokë dhe kush e di se sa herë e ka marrë, e ka trequr, e ka hequr, e ka çfarë si ka bë, edhe prap funksionon. Dhe ma beso se ja vlen. Nëse keni një motor, një shoqe, një të dashur që bën kontente për YouTube, për Instagram, për TikTok, kudo bën kontente, i pëlqen që të jetë social, mund t'ja bësh dhuratë duke qenë se jemi prag festave, nuk ka rëndësi çmimi, rëndësi ka xhesti dhe vepra dhe mendimi që ti ke bër, dëshira e mirë për t'i bërë një dhuratë dhe do ta vlerësojnë shumë, ma beso. Si do ta blini? Mjafton që të shkoni në TikTok, të shkarikoni aplikacionin TikTok, të ndiqni Alketa Amarildo, edhe poshtë tek videot e mia do gjeni një video ku un kam fol për këtë gjë dhe aty është një karrelo portokalli, klikojeni edhe mund ta merrni. Qofse nuk i mbani mend gjitha hapat, mund ta ndiqni videon time hap pas hapi, ta stoponi dhe të veproni dhe pasi e keni bër, ose mund të më kërkoni edhe ndihmë për komente këtu në YouTube. Shpresoj shumë që të ngjohet kjo zëri i bukur, se tani do bëjmë në çik ASMR. Gjithsesi, këtë doja t'ju tregoja dhe më pëlqen shumë. Tani jam këtu në dhomë, vetëm sepse familjen time kam lënë të lozin ma tanë dhe të marr pak kohë për vete. Dhe sapo kam publikuar edhe vlogmas numër 11 dhe ky do jetë vlogmas numër 12 dhe po. Kaq, tani do i kemi dhënë matan sepse unë s'kam gatuar akoma asnjë gjë dhe nuk e di se çfarë duan. Edhe pak dhe e di që do fillojnë Amarilda të thresin. O grua. Gjithsesi, tek vlogmas 12 do më shikoni mua që do shkoj të lyej flokët edhe t'i pres duke qenë se më dolën thinjat. U plakën. Do shkoj me mami nesër dhe në datën 22 do shkoj me Amarilisin të bëjmë thonjt. Okej. Ika. Hej goca, mirë se erdhët. Neve do tregojmë se na ka ardhur një dhuratë tjetër nga një nga ndjekësit tona të tjera. Edhe është Griselda dhe Ailusha. Aila, kur ta shikosh këtë videon dhe para se të hap këtë pako, te Alketa do të thonjë dy fjalë. Që të kam shumë gjanë, që shpresoj dhe uroj me gjithë zemër që një ditë të takoj. Po bie telefoni Amarilda që e ka lënë këtu. He burri. Po këtu e lënë. Qysh? Shpresoj mos kemi gjë. Hajde, do kesh shumë punë ti sot? Në ora 4 e la? Va bene, hajde, paç. Buri ka lënë telefonin në shtëpi. Që kështu e kam unë. Dhe po thosha Ailushja ime bukur, faleminderit bashkë me mamin tënd, me familjen tënde, te Alketa dhuron gjithë të mirë të kësaj bote. Inshallah u bësh një vajzë e zgjuar, e mençur dhe të bësh moderatore, që të moderosh prezantuese një skenë të tënden dhe unë që të shikoj nga televizori si ti po më shikon sot mua. Pusë shumë fort edhe tani do hapim kartonin dhe të shikojmë se çfarë i keni dërguar Arlit. Si Arlit? Jana tele. Po pritë së shkapur akoma. Ajo së shkapur t'ja bën. Okej. Okidoki. Se s'kam as gëshorët ku asnjë gjë. Si fillim, është kjo bluzja këtu.
bukur o ma. Për Arli. Shumë faleminderit, dhe materiali që nga shumë i bukur. Shumë i bukur. Edhe kjo, unë të ta tregoj mama që nga shumë bukur. Wow, me Spider-Man-in prap! Shikon! Shikon? Një Spider-Man këtu dhe një Spider-Man këtu. Shikon tjetër? Mirë, unë këtu se ta nxjerr mami. Shikon që këtu? Shiko si ja bën, si, Iron Man, shiko, ky është Hulk dhe ky është Spider-Man me gishtat kështu. Shumë faleminderit. Që sa bukur na e ka bërë Ajla. Ju përqafojmë. Pritarlit nuk i pritet. Makina. Arlit nuk i pritet, shikoni që ka Arlit. O Arli, sa gjyra të mira dhe të bukura që ka këtu. Griselda, ku e ti që unë jam e fiksuar me goda? Jam shumë e fiksuar, vdes për goda. Sidomos pastaj kur janë personalizuar apo ti ta di, me ndonjë shkrim. Sa bukur, i kam shumë qef goda. Tani këtu do ta pi kafen time. Sa i bukur, shumë faleminderit. Sa shumë që më ka pëlqyer. Shumë faleminderit. Këtu do pi kafen time, kjo është imja. Sa e bukur. Pastaj kemi plot çokolata dhe karamele dhe molto. Molto Shqipërie. Molto. E shkon Griselda, që nuk i hapim direkt. Është mirë? Na, ka fshoj këtu, se këtu është çokolata. Na. Të janë molto Shqipërie. Kemi tullumbaca. Akoma tullumbaca. Sa gjëra të bukura, sa detaje të bukura. Ajla. Faleminderit Ajla. Shumë çokolata. Shumë çokolata. Ka nisur një fjongo për Amarilisin. Një fjongo për Amarilisin dhe urnaza me sticker që Amarilis i ka shumë qef. Kështu? Kështu. Do gëzohet shumë Amarilis. Sepse Amarilis tani është e mamime. Që na bëre me këtë molton, duke hapur dhuratën, bërë unboxing dhe duke ngrënë. Bëja qik zemrën Ajlës, bëja. Bëja qik zemrën Ajlës, që na kënaqet me këto çokoladët. Pastaj do t'i fryj me dadë, një tani se mami nuk e fryjnë do. Një molto tjetër. Dhe shumë letra që në vdes për të detajet. Toalketa. Çokoladat e tjera akoma. Që na ke bërë me këto. Dhe akoma një qese tjetër brenda. Umbaca akoma. Ok. Sa bukur. Matita orki. Shumë faleminderit. Më ka sjell laps të zi për syt. O Griselda, sa detajiste që je nuk i kisha këto. Nuk i kisha këto. Dhe faleminderit shumë. Janë fantastike, i dua, i adhuroj. Edhe më ka sjell gjithashtu. Më bajnë aromë shumë të mirë, këto lexojnë greqisht, unë greqisht nuk kuptoj. Kështu. Ose më saktë edhe kështu. Griselda, shumë faleminderit për çdo dhuratë, mbi të gjitha për mendimin e mirë, dëshirën e mirë.
Shumë faleminderit zemër, e vlerësoj shumë. Ailin e ke gëzuar shumë. Gjithashtu edhe Amarilis me patjetër sa po të vinë. Faktikisht kur Azilja thash se po vinte Amarilis, se nuk e prisja, se erdhi shumë shpejt, pagoja jote. Edhe gjithashtu kam marruar të them edhe këtë. Ju përqafoj, dhe kjo është shkuar për Ailës. Dhe Aila ka nisur një lule dhe një akullore. Edhe tariketa do t'i ruajmë këto, që kur ti të rritësh të them, shiko që më ke nisur, dhe pastaj ju lutem, shikoni. Unë ta dini që tani tutje unë do e pi kafen këtu. Briselda do jesh në çdo mëngjes me mua. Ti edhe Aila, normalisht, Aila mbi gjitha. Dhe materiali i kësaj bluzës këtu më pëlqen aq shumë, por më duket se më bën dhe mua kjo po ta mendoj, ose mund ta ketë marrë për Amaridisin, e sigurt që e ka marrë për Amaridisin. Jam e bindur. Dhe materiali që ka kjo bluzja është fantastike. Patjetër që është për Amaridisin, për Amaridisi është pak e mbushur tani. Mua do më rrinte fantastike kjo bluzja, që do ta vesh që sot kur shkoj te parukierja. Por do t'ja them që është për Amaridisin, patjetër. Gjithashtu kam marrë dhe këto dy për Arlin që janë me Spider-Man. Dhe është fantastike. Arli po los që tani me atë kamionin që keni bler juve. Është i bukur ma. Të pëlqen ma. Ose shumë durata që po merr kjo birë. Shikoni çik, ish këtë aty. Shikoni çik sa e bukur kjo. O Nic, shikoj çik o Nic. Shumë faleminderit gogoca, sa bëna i mendimi mirë. Faleminderit shumë realisht nuk di si të falenderoj. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, Zoti ja u shtoft mbi gjitha shëndet në familje dhe sa më shumë që dhuroni ja u ktheft vjet fish Zoti në shtëpiat e juaja. Briselda, Aila, shumë faleminderit, realisht shumë faleminderit nga zemra.
O Griselda ke fut mamin në punë. Do të shpëtojnë ama prap. Ama në avite, qatë e fshikë nejnë. Nenes. O, nuk frynë dhe këte. E basta, nuk frynë. Nuk grije, nuk video. No, basta. No. Shikoj që ka përna Marile si lidhë në ajlës. Po, blir frynë. Po, frynë. Ta frynë. Hey guys, si që dini, sot unë dhe mamim kemi për shkuar të parukjerja. Do bëjmë lyerje dhe prerje flokësh. Ndryshim luku. Nisemi. Kishte dhej. Dhe ja ku jemi goca, erdhëm të parukjerja dhe tani do fillojmë të sistemohemi me mamashin. Mattina alle 8. Qa po bëj? Të t'ja tregoj më vonë. Do bëhemi bjonde. Questo è Dhe nga risultati. Allora, sicuro che facciamo la frangia? Dritto? Non è dritto. Fai così. Jemi këtu tek parukjerja akoma. Unë jam veshur kështu, shumë basic. Dhe sa po kam mbaruar flokët dhe po pres mamin. Aiutami solo qui. Cosa ti devo fare? Che dici? Shikemi në vlogmas numër 13. Paqim!